që ky shi që bie, nuk e mbyt dursin brenda 10 minutave. Sepse një pemë kanë thënë kaq herë po thuhet vërtetën ato ai. Thuhet vërtetën me 100 herë se me mira herë thuhet mashtrimi, është hiporosi. Edhe po e them për 100 herë. Që kjo pemë që thith 300-600 litra, varet nga gjetja, shi, do të thotë që kjo 300 litë shi apo 600 nuk shkon brenda sekondës në rrjedhjen. Ke zënë trotuarin ti, dynja me ndërtime, dynja me paviment, me trotuare, me plaka, e ke zënë sipërfaqen, e ke kthyer në sipërfaqe jo rrjedhse, po sipërfaqe që nuk e mbledh ujë, po e shpërndan ujë, që quhen trotuaret, i ndërton dhe i heq edhe pemët ti, që do të thotë që një pemë 300 litra minimale. 1 hektar ka 1000 pemë. 1000 pemë 300 litra bëjnë kaq. 100 hektar, 10 hektar, që do ishte çdo zonë nga të paktën këto zonat 1 hektar, i thonë 1 hektar 1000 pemë 300, u thith ky volumi shiu që ra. U thith ky. Nuk vete brenda sekondës te rrjedhja për të përmbytur. Vazhdojmë me këtë përmbytje kanalet, gjitha të bllokuara, volum kanali i kësajtë, i shakimit të urave, volum mbetjes të edhura, plerat të edhura, inertet të edhura, ka zënë një volum, do të thotë kanali mbushet më shpejt. Lumen, me një vendim jo shkencor, që lumen mos i prekni, ndërkohë që lumi preket në varësi të prurjes që ka, se prandaj sjell i uruari lum, që prandaj quhet luma i themi ne. Pra lumi është lumturi, nga fjala lum vjen lumturi. Luma i, domethënë që ka lumen. Ka të mirat e veta, por jo duke abuzuar me marr për te asaj siç kanë sjell. Patjetër, jo duke abuzuar, po prandaj anash me po në rregull gazetari i nderuar. Po prandaj ka inxhiniera që do të thotë që lumi sjell 100 ton, unë do t'i marr 20 ton ti. Do ta lë pjesën tjetër që i duhet lumit. Po do ta lë më burrë. Po do t'i marr 20 ton, po 20 ton i thon 30 metra kub që ti e lë, do të thotë që 30 metra kub ujë kur vjen nga shiu, ai do shpërtej nga lumi. Pra, do dish të bashkëpunosh me natyrën, ta përdorësh natyrën, jo ta shfrytëzosh natyrën, jo ta keq përdorësh natyrën, jo ta shkatrosh natyrën, po përdorimin, që do të thotë merr 10%, 8%, një shifër, ta do ta bësh. Po, pra, i mbledh të gjitha këto, edhe vjen urdhoni pyetje, vjen përmbytja që më pyeta. Saktë. Në këtë pikë ku jemi ne, me këtë lloj përdhunimi që i kanë bërë natyrës. Po përdhunimi, po shumë drejt, bravo. A ka një formë ose një mënyrë që ne të kthehemi pas se ta rregullojmë këtë gjë, domethënë. Në këtë pikë ku jemi, a? Siç e keni parë ju që e shohim edhe ne në përgjithësinë tonë në syrin e lirë, po ju e shihni si profesionist. Po falenderoj shumë që sepse ka për shembull një mundësi për ne që të ndalemi dhe të kthehemi, ta rregullojmë këtë gjë. Unë të falenderoj shumë sepse ka dhe gazetarë që zin pyesin. Edhe kur nuk di të pyesësh, nuk di sa përgjigjesh. Jo, përgjigjem me shumë vëmendje, se ndoshta nuk jam ekspert i asaj gjë. Jo, ndërtove, jo për mua. Si njeri i këtij vendi, jo shumë mirë, edhe falenderoj bile. Tani gjithmonë ka, sepse toka vet ka aftësi fenomenale gjeneruese. Po gjithmonë, duke qenë se ti bën 1, 2, 20 prapësira, edhe ajo do kohën e saj. Dhe koha e saj mund të vi për 100 vjet, që ta gjeneroj vetveten, se kështu ka ndodhur. Por ndërkohë, nëse ti me vendimarrje si inxhinier, me politikë bërje, e ndihmon këtë gjenerim, atëherë pse 500 vjet, mund ta bëj për 1 vit. Pra ka që duke filluar që sot mjafton të mendosh ndryshe, ti si qeverisje, ti si politikan, që si ndihmohet toka që të gjenerojë vetveten. Sa duash ti forma inxhinierike ti. Dhe inxhinier prandaj është lënd. Inxhinieria është ai që krijon në natyrë. Prandaj quhet ingenios, shpikës i marrëdhënieve të njeriu me natyrën quhet ingenios. Dhe nuk është se nuk i dim, po thjesht nuk na pyet njeriu më buj. Nuk na situata ajo peja e meshkujve. Nuk na shu njeriu më buj. A mund të them unë ty që me ministrin e mjedisit 4 vjet që iku zonjën ministre, s'po ta them me emrin e fundit, edhe po çfarë dieta, çfarë e thash, vetëm një takim bëri me ekspertët mjedisor apo me inxhinierët e mjedisit. Po mund të jenë diku inxhinier do teknik, mund të më thoj doti mua, ka ndonjë ministër që të pyesi grupin e inxhinierëve, a ke dëgjuar ti që ky kryeministri jon të kenë mbledhur një shoqatën e arkitektëve shqiptar kurrën e kurrës? Kurrën e kurrës ti. Kur i mbledh ndonjëherë të ndërtuesit të këtë kështu. Sepse gjithë arkitektët që ndërtojnë këtu janë arkitektë që s'ja u ndihen për Shqipërinë. Mjafton ai të marrë një shumëfish të projekteve, sepse gjoja si gjurmon njerëz, këtu edhe merren vetë gjërat. Ata nuk gjurmon tash po dalin. Që se si ka bashkëpunuar me 7-8 veta, familje e mëdha,
oligarkës, me vërtet që nga oligarki, se mendoja Dodi, sepse në Gjermani, edhe kur qeveria e fut në gabim biznesin, oligarkun, ai nuk e prish natyrën, po thot deri kaq. Po e shenjtë, nuk e prishej. Nësa këta oligark, me të vërtet, këta ka marrë pjesë në shkatrimin e vendit, në shkatrimin e dignitetit, në shkatrimin e vlerave të kombit, e vlerave të natyrës. Dhe gjithmonë e kanë menduar me 3-4 pasaporta që një ditë që do një nojë ata ikin. Edhe fëmijët i kanë jashtë për shkollën. Këta shqiptarët e tjerë që përmbyten, që i përmbytet shtëpia, katandije, gjitha këto që bashkëpunojnë me këto, që punojnë me këta më saktë, do të thotë që ushqehen nga këta për një rrogë apo ku diun, për një çabu. Këta ikin, do oligarkë që thotë. Po prap këta janë ata që pjesë e zinxhirit që qëndrojnë po këtu, e vuajnë. Me le, rasti freskët. Ndava ndihma në fshat këtu, tuti në përshkruaj. Edhe ata banorët, profesori më ata, dakord. I çova ndihma 4.000 kg me olon kaland. Edhe po mangoshin për gurorën, ku punonin vetë ata. I thashun, vijun 2 muaj, i thashun. Shaj kokë fare, thashun. Po jo tani, thanë ata. Sepse joja këta punonin aty. E na pritet dhe njërat monë, kjo qeverisje, kjo politikë, i ka ushqyer frikë një, i ka lënë shumë të varfër. Duke qenë të varfër, edhe unë s'jam i pasur më vllai, po nuk jam i varfër më për edhe. Sa të jetoj, sikur nuk do fitoj 1 milion, fitoj 200.000, jetoj shumë bukur me 200.000, sepse jetoj si prifti. Të njëjtën gjë nuk e kanë të tjerët. Duan që ta kenë paran për të kënaqur epshe, apo për të kënaqur lumturinë atyre kocekodi, edhe tha, por unë vitesh, jo tha i se, që përqë, imagjinoti që kanë bërë këtati, ku kanë punuar, ke nervi, që është guximi, e ka vrarë, nervin e guximit, i ka bërë të gjithë, është që është atletiku, që më duhet mua më bërë edhe, unë vetë marë pjesë ke ai, edhe kam telefona, profesor, e ti di kush është ai, le tjetë kush dojë më dhe, është një qytetar, po, është një qytetar që po ngres zërin, dil ti, dhe mu, se dalë me ty unë, dil dhe ti tjetëri, unë dalë, pra unë vetë pastroj shpirtin tim, unë vetë ngrijem që nuk e quaj vetën bashkëpunëtor me këtë qeverisje që ka bërë... Atletikun, për vetën po, pra, falinderit. Atletikun, kjo do tjetë që të zjohet këtë gjithë mjetë. Atletikun, dalë, shfrytëzoj një pikë, një vend, edhe ku ditë temë, apo ditë bëj diçka. A mos është kjo djegja e pyjeve në verë në qytete ndryshme në malet e Shqipërisë, le të themi kjo pasoja, shkak pasoja me përmbytjet? Po, faleminderit shumë. Shiko tani. Që ç'a ndodhi? Pra, ne jemi keq edhe në verë dhe ndimër, do. 2 gjëra, plerat dhe pyet. Ti më pyet për pyet, po unë do të them edhe plerat. Që ç'a ndodh? Duke qenë se ka ende moratorium, do të thotë që lejet i jep vetëm njëri atij, kryeministri me një tjetër, ndihmës. Ai që flet gjithmonë në parlament. Dhe këto leje tani i jep për një druaj. Gjoja do pritet ndru për komunitetin. Ai. Taulan Balla? Por the vet, stagjent. Jo, po vetë thjesht në parlament, po stagjent. Ai flet më shumë parlament. Ja po se unë di rastin. Nuk parashkon se ka takime me di rastin që kur pritesh pyllin në darët të Librazhit, edhe vete ke shtëpia ai, edhe detor ministrie. Edhe i thanë ata me automatik. Jo këtej rruga dhe nga edhe un kam 40 vjet ai që kalojnë këtë rrugë për shtëpinë time edhe. Bjeri nga ana saj, se aty kalonin makinat me drutë që shkonin në Greqi. Dua të them që këto pyje, që merë leje, duke qenë e vështirë, moratorium, 1-2 veta marrin leje aty. Pra e shritur pjaca. Po, e shritur pjaca që jo 10 veta për leje pyllës si përpara, po e merë 1-2. Edhe do të thotë që do pagosh më tepër. Do të thotë që për një dru merë lejen ai, pret janë 10 druje, lloje drush, me panje, me pish zezë, me pish bardhë. Druj duke pret dru domethënë. Po, druj duke pret dru. Bu. Tani u pret druj. Jo 1 hektar, po 10 hektar. Dakor? Po që do 10 hektarë? 10 hektarë, 1.000 pemë, i thonë 10.000 pemë. 300 litra, sa beti se sa ujë do izolohesh pa ardhur direkt nga Librazhi, nga Kuksi, nga dip, se njëta s'kenë, nga Tropoja, pa ardhur direkt në lumë. Rinë aty, flenë. Edhe janë për ditët kur nuk ka shi, avullojnë ato. E mbajti këto, u pre pylli tani. Dhe jo vetëm ka që u bujë. Mirë që u pre pylli 10 hektarë, po do vej do digjen 30 hektarë aty, sepse do digjen gjurmët. Që ky mori 10 lloj pemësh, nga një që kishte det ju marren, koçimaren për dru zjarri, për kafshatar. Ai kafshatar a dëgjeti pse do të pre pyet tash, se s'ka më fshati boshi, po leja vazhdon e jepet edhe ai e merr, që e pret durin, gjoja të japi komunitetit, se lejohet këti. Duri pyllit quhet gjoja i komunitetit ose i komunës apo i njësisë administrative.
Dhe këta ati, pasi e presin 1 hektar me këtë lloj mënyre që tash 10 lloj pemësh, pastaj i vën flakën ku vete nga 1 hektar apo 10 hektar vete 30 hektar, që të rumë pasi gjurmët. E njëjta gjë plerat. Mbasi ka marrë 1 milion euro në vit ai për të trajtuar 100.000 ton mbetje në vit, ai ka përdorur 200.000 euro. 800.000 ai ka paguar për zgjedhje.